I nderuar kryetar Kaklamanis, të nderuar kryetar, të nderuar kolegë, të dashur pjesëmarrës, zonja dhe zotërinj. Tema e diskutimit për këtë sesion adreson një çështje jetike të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të nismës adriatiko-joniane, të Bashkimit Evropian, si dhe të gjithë kontinentit të Evropës. Duke pasur parasysh zhvillimet e sotme në botë, Bashkimi Evropian, si një ndër projektet më të bukura të qytetërimit bashkëkohor, po përballet me sfida të shumta. Këto sfida kërkojnë një Europë më të madhe, më të fortë, më të sigurt, më solidare, kërkojnë një Europë të re në një botë të re e cila po ndryshon dramatikisht. Në këtë Europë të re, kufijt politik do të afrojnë gjithnjë më shumë me kufijt gjeografik dhe kulturor të saj. Zgjerimi, më tepër se asnjëherë më parë, nuk përbën më një barr, por një zgjidhje dhe vendet e Ballkanit Perëndimor nuk përbëjnë më një problem të shtuar, por një vlerë të shtuar për Bashkimin Evropian. Kjo e vërtet e pranuar më herët prej vendeve tona, po pranohet tashmë edhe nga institucionet evropiane dhe nga vendet anëtare. Zhvillimi i samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, i pari samit që mbahet në një vend të Ballkanit Perëndimor dhe në një shtet antar të nismës adriatiko-joniane, rikonfirmoi rëndësinë e rajonit dhe angazhimin e Shqipërisë ndaj projekteve tona të përbashkëta. Të nderuar miq, në 11 maj Shqipëria zhvilloi zgjedhjet parlamentare, të cilat rikonfirmuan shumicën qeverisëse, madje me një rezultat më të qartë dhe më solid se 4 vjet më parë. Por më i rëndësishëm dhe më domethënës se rezultati është fakti që shumica qeverisëse u rikonfirmua për shkak të planit të qartë për perspektiven evropiane të Shqipërisë. Ne kemi vendosur si objektiv strategjik kombëtar antarësimin e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030 dhe përfundimin e procesit të negociatave teknike brenda vitit 2027. Tashmë ky objektiv është ndërruar në një plan të dakordsuar me institucionet evropiane, Parlamentin Evropian, Komisionin Evropian, si dhe ka fituar mbështetjen e vendeve anëtare. Këtë mbështetje kanë shprehur Presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen, Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Kos, si dhe na kujton se sa larg kemi arritur. Jemi mirënjohës që vendet anëtare të nismës adriatiko-joniane, njëkohësisht shtete anëtare të BE-s, Greqia, Italia, Kroacia dhe Slovenia, janë mbështetëse të fuqishme të antarësimit të Shqipërisë. Javën e kaluar, gjatë vizitës zyrtare në Tiranë të presidentit të Francës Macron, ai shpalli mbështetjen e Francës për këtë objektiv kombëtar të Shqipërisë. Këtë mbështetje e bëri të qartë edhe kryeministri i Italisë, Meloni, dhe udhëheqës të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Mbajtja e këtij samiti në Shqipëri rikonfirmoi vizionin ton për bashkimin me BE-n si vendi kandidat që ecën më shpejt dhe më vendosmërisht drejt këtij qëllimi. Do të dëshironim që dhe vendet e tjera të rajonit avanconin në këtë proces për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë popujve tanë dhe të mos pengohet nga vetot apo çështjet e tjera. Shqipëria ka vetëm një plan drejt destinacionit të saj të ardhshëm dhe ky është Bashkimi Evropian. Antarësimi në BE gëzon një mbështetje të fuqishme popullore. Sondazhet tregojnë që rreth 95% e popullsisë në Shqipëri mbështet antarësimin dhe kjo e bën Shqipërinë vendin më pro BE-s në Evropë. Antarësimi në Bashkimin Evropian ka një mbështetje të plotë dhe konsensuale në kuvendin e Shqipërisë. Ka raste që parlamentarët shqiptar mund të mos bien dakord as për orën apo për motin, por për të ardhmen tonë evropiane, të gjitha partitë politike dhe të gjithë deputetët e kuvendit të Shqipërisë kemi qenë, jemi dhe do të jemi në një mendje. Ne kemi qartë që antarësimi nuk është një dhuratë, as një zgjidhje pragmatiste gjeopolitike apo për shkak të konjunkturave ndërkombëtare. Jemi tërësisht të vetëdijshëm që ky është një proces i bazuar në merita dhe po punojmë për të gjithë kapitujt e kriteret që të garantojmë mirëqenien dhe demokratizimin, sundimin e ligjit, konsolidimin e institucioneve demokratike, pavarësinë e degëve të qeverisjes dhe konsolidimin e një sistemi drejtësie të pavarur. Brenda një kohe të shkurtër, progresi, siç njihet nga institucionet evropiane, është shumë i madh, madje i vrullshëm dhe me një shpejtësi të pandalshme. Shqipëria fitoi statusin e vendit kandidat
në vitin 2014 dhe në vitin 2022 ka filluar mbajtjen e konferencave ndërqeveritare me Bashkimin Evropian për çeljen zyrtare të negociatave. Prej 19 korriku 2022, kur në Bruksel u mbajt konferenca e parë, janë zhvilluar deri tani 5 konferenca ndërqeveritare, fundit prej të cilave u mbajt dje në Bruksel. Shqipëria synon që brenda vitit 2025 të çelë negociatat për gjithë kapituj. Rritja ekonomike e qëndrueshme, politika e fqinjësisë së mirë, leadershipi në proceset e bashkëpunimit rajonal, unifikimi 100% i politikës së jashtme dhe të sigurisë me Bashkimin Evropian, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kontributi aktiv dhe i vlerësuar si antare NATO-s, mbrojtja prej influencave jo perëndimore dhe jo demokratike, mund të them pa hezitim se kanë bërë Shqipërinë një vend lider në zhvillimin e integrimet rajonale dhe kontributin për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Plani i rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për rajonin ton. Për konvergjencën dhe koherencën, miratimi i parafinancimit për rajonin si pjesë e planit të rritjes do të nxjisë zhvillimin ekonomik, do të ndërtojë infrastrukturën lidhëse kombëtare dhe rajonale dhe do të ndihmojë në zbatimin e reformave të nevojshme për integrimin tonë në tregun e Bashkimit Evropian. Vendimi i Parlamentit Evropian për të hapur në Tiranë zyrën rajonale për Ballkanin Perëndimor është një tjetër shenjë e bashkëpunimit dhe partneritetit tonë të ngushtë. Vendet tona kanë potencial të madh. Shqipëria do të vijojë të nxjisë bashkëpunimin rajonal për të sjellë më pranë popujt dhe vendet tona. Ju falenderoj. Thank you, Madam Speaker.